Rreshtit e Duburës kanë përfshirë zonat malore të vendit duke kthyer një panoramë dimrore, donse jemi në pranverë. Në qarkun e Shkodrës, në segmentet Dedaj-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Theth, ka patur rreshje intensive gjatë gjithë natës. Në qafthor, trashësia e Duburës ka kaluar 40 cm, por akset rrugore janë të hapura. Në aksin Hani-Hotit, Dugana e Vermush, rreshjet kanë vijuar orët e fundit, por me intensitet më të ulët. Qarkullimi kryhet normalisht falë ndërhyrjes së mjeteve borpastruese. Dubor ka patur edhe në zonën e Pukës, kryesisht në lë lartësi. Në Dibër, rreshjet janë rikthyer në zonat 300 metra duke vështirësuar lëvizjen në rrugët rurale, edhe në akset që lidhin zonat e thella me qytetin. Ndërkohë, në juglindje të vendit, bura ka përfshirë të gjithë qarkun e Korçës. Rreshtet më të dentura janë regjistruar në Dardhë dhe Voskopoj, ku trashësia arrin deri në 10 cm, ndërsa në qafën e Mashkullores deri në 20 cm. Rreshtet e burë janë regjistruar edhe në Qaftan, edhe në aksin e Qukës Qafë-Ploç, ku në zonat më të larta trashësia ka arritur deri në 20 cm. Të gjitha subjektet kontraktore dhe ekipet e mirëmbajtjes kanë bërë pastrimin dhe ndërsa të gjitha akset janë të hapura dhe lëvizja e mjeteve bëhet normalisht. Probleme ka patur edhe me energjinë elektrike në disa zona, por ekipet e OSHE ndodhen në teren për riparimin e dëmeve.